Përshëndetje dhe mirë se po takohemi në këtë përmbledhje të disa nga informacionet nga java që po lëm pas. Përfaqësues të institucioneve shtetërore vizituan familjen e Daorsa Spahia, e cila ndoroi jetë tragjikisht në Tetov, ku po kryente studimet. Ata premtuan përkrahje institucionale për zbardhjen e rastit. Familja Spahia, që para pak ditësh humbën bijën e tyre Daorsën, sot pritën për vizitë përfaqësues nga institucionet e Republikës së Kosovës. Nënkryetaria e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, tha se drejtësia duhet vënë në vend. Ajo çfarë është e rëndësishme është drejtësia për rastin e Daorsës, në mënyrë që edhe përgjegjësit të marrin dënimin e merituar, por në anën tjetër edhe që raste të tilla të mos ketë në të ardhmen. Gjithashtu u zotuan se do të ndërmarrin veprime në përputhje me përgjegjësitë. Tashmë punë e institucioneve të drejtësisë që t'i adresojnë të gjitha këto, edhe u zotuan që do të ndërmarrin veprime në përputhje me përgjegjësitë. Indjera ka qenë shtetase e Republikës së Kosovës, ka qenë duke studiuar në Maqedoni të Veriut, prandaj edhe është obligim vullnet, por edhe do të përkushtohemi pra që të ketë drejtësi në këtë rast. Sipas Haxhiut, ekzistojnë dyshime për ndikime në organet e drejtësisë. Sipas informacioneve që i kemi, familja do të takohet nesër me institucionet e drejtësisë atje. Ne inkurajuam që çfarëdo informacioni që kanë në raport me këtë ta ndajnë me prokurorinë. Urojmë që ky rast të trajtohet me profesionalizëm dhe me përgjegjësi, që të mos ketë ndikime, sepse natyrisht dyshimet janë që mund të ketë ndikime në këtë rast, por thrasim për drejtësi dhe që rastet e tilla të mos ndodhin në të ardhmen. Qëllimi i kësaj vizite, përveç për të ngushëlluar familjen, ishte edhe shprehja e përkushtimit institucional për të vënë drejtësi për ndarjen tragjike nga jeta të Daorsa Spahia, studente nga Gjakova, e cila po studionte në Tetov, ku edhe humbi jetën. Më 11 nëntor janë bërë 35 vite nga themelimi i Frontit të Rezistencës. Të ndjekim një material që na njeh me informacione nga përfaqësues e themelues të tij. 35 vjet më parë, një grup intelektualësh nga Gjakova me bashkëpunëtor të tjerë nga gjithë Kosova themeluan organizatën ushtarako-politike të emërtuar Fronti për Rezistencë dhe Bashkim Kombëtar. Themelimi të organizatës i paraprin shumë aktivitete lokale, qendrore dhe mbarkombëtare të ndara në disa zona. Edhe pse situata në të cilën ndodhej aso kohë Kosova ishte shumë e vështirë, ky grup veprimtarësh ja dolën të rrisin grupin dhe të mbajnë kuvendin e parë. Me datën 11 nëntor të vitit 1990, në shtëpinë e Palushajve organizohet kuvendi themelues, ku i organizatës ushtarako-politike, ku emërtohet me emrin Fronti për Rezistencë dhe Bashkim Kombëtar. Aty delegat janë të evidentuar. Antarët e kuvendit përfaqësonin zona të ndryshme të Kosovës, madje Sokol Dobruna ka në kujtesë edhe një histori interesante. Për ditën e themelimit ndër tjerësh ka qenë roje Adem Jashari. O shumë më rëndësi se si një Adem Jashar e kalon me qenë antar Hamzën të vlajnë, sepse ka qenë i shkollum. Që kjo mund kalon për shtypjet të madhe. Vlerë që rrallë herë në shqiptar, i alëshon rrugën dikuj që më i menqëm. Ndërka që veprimtari Mentor Kaçi thot se ky aktivitet ka rezultuar edhe me burgosje të cilat pastaj shkuan si zinxhir nga ana e veprimtarëve. Na kanë prit kur po vim. Na u ushtruam pak sa për mujt me pushu, edhe munish mas nej për Gjakov këtu në babajt e një antari joni Zenel Sadiki. Sa të pushojmë pak, pastrohemi grime, ta marrim veten e nesrit dhe vazhdojmë deri në Gjakov me ato parametrat të cilat i kemi vendosur përpara. Do të që pas kem paciente të zbuluar edhe qashtu natën, kanë pritë sa del mëngjesi dhe
kanë rrethu shpinën e njerit dhe na kanë fshi. Me ngritjen dhe funksionalizimin e organizatës në fjalë, filloi edhe qepja uniformave ushtarake, numri më i madh i të cilave u sekuestruan nga ana e sigurimit serb me rastin e arrestimit të disa prej antarëve të frontit në Gjakov me 14 dhjetor 1991. Banorët e një rruge në paralagjën Dardania thonë se janë të vetmit që kanë mbetur pa përkrahje institucionale. Për këtë shkak ata detyrohen të ecin në rrugë të paasfaltuar tash e shumë vite. Problemet në infrastrukturën rrugore janë bërë të bezdishme për banorët e një rrugë në lagjën Dardania të Gjakovës. Ata thonë se vetëm segmenti ku ata banojnë ka mbetur i parregulluar. Para nesh janë të shtruar 4 rrugë. Pras kanë ndërpreknë, kanë vazhduar pranë manet. Deshta mi thon kujdoj që edhe ne jemi banorë kësaj komune. Pagojmë tatimet kanë atakojnë. Ku është problemi që ka met vetëm që kjo rrugë e pashtrume. Ibi Shala thot se mungesa ndërhyrjeve po shkakton shumë vështirësi në jetën e përditshme. Peshin edhe vetë rrugën në çfarë gjeni është. Kemi fëmijë që shkojnë në shkollë, kemi pleq. Kur bie këtu vështirësina dalin. Banorët kërkojnë ndërhyrje sa më të shpejt për rregullimin e kësaj pjese të rrugës. Një tjetër përvjetoru shënua javën që po lën pas. Organizata veteranëve të lëvizjes antifashiste nacional qërimtare shënuan 2 përvjetore të rëndësishme, të cilat i kuptojmë në vazhdim. Organizata e veteranëve të lëvizjes antifashiste nacional çlirimtare ka shënuar në nëntorin ditën e çlirimit të Gjakovës nga pushtuesi nazi fashist, si dhe 11 nëntorin ditën e formimit të brigadës së 7 sulmuese. Ky vit shënoi 81 vjetorin e këtyre datave historike. Në shënim të këtij përvjetori fillimisht u mbajt mbledhje e kryesisë së degës. Sot ky takim është i 2 kryesive në bashkëpunim edhe me shoqatën e veteranëve të Lançit nga Malësia e Gjakovës nga Trapoja, ka të bëjë me 9 nëntorin ditën e çlirimit të Gjakovës edhe 11 nëntorin ditën e formimit të brigadës 7 sulmuese. Nuk ka dyshim se Gjakova është një ndër qytetet e rëndësishme të luftës nacionale qërimtare dhe se revolucioni popullor jo vetëm në Kosovë, por edhe me gjërë, për këtë arsye është i quajtur me të drejtë dhe Gjakova kuqe. I biri i Fadil Hoxhës, Lek Hoxha, falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen. Falenderoj praninë e shokëve nga Shqipënia. Falenderoj kryetarin e shoqatës të Gjakovës për praninë që na ka respektuar që ka ardhur. Gjithashtu edhe e falenderoj kryesinë e Gjakovës që për çdo vit me një kujdes edhe një vullnet e shënon këtë ditë të lavdishme të luftës antifashiste nacionale qërimtare. Qel Shpati nga organizata e veteranëve Lanç nga Tropoja tha se nuk duhet harruar gjaku i atyre që dhanë për lirinë e këtij vendi. Ne Malësia e Gjakovës ne s'kem pas të ndarë asgjë me Gjakovën, jo tash, por edhe para 100 apo 200 vjet përpara. Ne po bëjmë një punë, po mundohem që të bëjmë një punë sa më të madhe që mos të harrojmë gjakun e atyre që dhanë për lirinë e vendit, pra dheun e tyre tonë të bashkë, dhe ato lule që mbi atë gjak, që mos e vyshkim, por të mbajmë të gjalla, të freskëta, sa të jetë jeta. Më pas të gjithë së bashku vazhduan për të vendosur kurora lulesh në objektin memorial Fadil Hoxha në Çabrat, si dhe në varrezat e heronjeve e ish-antarëve të organizatës. Lavdi veprës dhe punës Fadil Hoxhës. Duke filluar nga dje ka hyrë në fuqi detyrimi për pajisje dimrore për secilin shofer, në të kundërtën do të shqiptohen gjoba për shoferët që nuk i posedojnë pajisje dimrore. Për shkak të kushteve atmosferike, data 15 nëntor është koha kur të gjithë ngasësit e automjeteve në komunikacionin rrugor janë të obliguar t'i kenë gomat e dimrit, pasi që sipas ligjit të Kosovës për rregullat e trafikut rrugor, ndërrimi i gomave të verës me ato të dimrin mund të bëhet nga data 15 nëntor e deri me 15 mars.
Kapiten Albin Sahaqia përmes telefonit i ka pohuar mediumit tonë se ngasisit kanë kohë që deri me 15 nëntor të bëjnë pajisjen me goma dhe pajisje të tjera shtesë për sezonin dimror. Ndërsa ekspertët e trafikut rrugor shpjegojnë se me ngritjen e temperaturave, gomat e dimrit bëjnë shumë zhurmë, konsumohen më shumë dhe koha e frenimit është më e gjatë. Ndërsa gomat e verës kanë performancë shumë më të lartë në frenim dhe përbërja e tyre speciale, mundëson që të kenë nivel shumë më të ulët të zhurmës. Të gjithë shoferët pa marrë parasysh kushtet atmosferike, duhet i zëvendësojnë gomat përkatëse varësisht sezonit, në të kundërten pason gjoba nga policia e Kosovës. Shoferi që drejton automjetin pa pajisjet e parapara sipas sezonës, dënohet për kundërvajtje me gjobë prej 40 eurosh. Edhe këtë vit, shoqata intelektualve Jakova ka ndarë çmimin Guximi intelektual. Ky çmim kësaj radhe i takoi gazetarit dhe publicistit Bajram Kabashi. Në shënim të 23 vjetorit të themelimit të shoqatës së intelektualve Jakova, organizua një ceremoni solemne. Gjatë këtij aktiviteti, u mbajt ligjërata promovuese e fituesit të çmimit Guximi intelektual për vitin 2024, që këtë vit ju nda gazetarit dhe publicistit Bajram Kabashi. Kryetari i shoqatës Rushdi Sefa tha se shoqata gjithmonë ka qenë një kontribut modest, por të ndershëm në vlerësimin e figurave që kanë dhënë shembull në guximin e tyre intelektual. Sot jemi mbledhur për të shënuar 23 vjetorin të një rrugtimi të përbashkët, të punës dhe përpjekjeve tona për të ndikuar sadopak në rrjedhët e kohës që jetojmë. Synimi ynë, që nga themelimi, ka qenë i qartë, të japim një kontribut modest, por të ndershëm, në nxitjen e mendimit dhe të veprimit qytetar, që ata që dinë dhe duan, të ndihen të thirrur të ndikojnë në përshpejtimin e ndryshimeve të nevojshme e të mundshme, për ta përmirësuar gjendjen në shumë fusha të jetës sonë shoqërore. Nëse do të zgjatesha më shumë, do të përsërisja gjëra që secili prej jush i di mirë. Prandaj, më mirë është që sot të dëgjojmë njëri tjetrin, mendimet, vërejtjet dhe idetë tuaja. Për vitin 2024, gazetari dhe publicisti zoti Bajram Kabashi. Ndërsa fituesi i çmimit Bajram Kabashi foli për rrugtimin e tij profesional dhe përvojën e gjatë në fushën e gazetarisë, duke u shprehur mirënjohës për këtë vlerësim. Ju falenderoj nga shumë, do të flas për gjakovarët që unë i kom njohur para lufte. Një ndihmës jashtëzakonshme, ndaj meje ka dhënë profesori i nderuar Zakaria Cona, me cilin unë kam shku shumë teren. Kam shku ma shumë teren me Zakaria Conën se me shumë gazetar që kanë qenë, se unë kam qenë gazetar i terenit dhe me nej në redaksi mu ka dogë diçka e pakuptim, edhe s'vësha me nej thjesht, edhe kom pas një lidhje të veçantë me profesorin Zakaria Cona, i cili me ka ftu, po thuj, ku do që ka shku, qoftë në brendi Kosovës, qoftë edhe jashta Kosovës, qoftë në Plove, në Gusije, vene tjera, edhe nuk i harroj kur këshilla që i ka marrë prej ti. Zakaria Cona më ka pason një rast, se rrishëm e to, ka ndodhe kebje fjetë, për shamull, na ofrojshin, ishin shumë bujar njerëzit ndaj nesh, sidomos ndaj profesori Zakaria Cona, cili dhe nderonin e më tha, kur kjetë drejt, tha, pa thonë Zakaria Cona, tha, mos gabo me bëllshime. Edhe du të motesh mirë, a kjetë drejt dhe për një çështje caktume, nëse kjetë drejt, në çështje duhet të shkët. Unë po them para luftës, më kanë pashku se njerëzit menojnë si gazetaria është, vetëm ata që punojnë gazetaria dinë. Gazetaria nuk është ajo që duket jashtë, po ajo që është edhe brenda. Në fund të aktivitetit u ndanë edhe kartat e falënderimit dhe mirënjohjes për antarët dhe bashkëpunëtorët e shoqatës së ndërvite, kundër të nderuarit ishte edhe televizioni Syri për mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm. Javën që po lëm pas, profesori Agim Jaka promovoi monografin vjetari 2023, vepra u cilësua si krijim tejet i rëndësishëm për autorin dhe historinë dhe krijimtarinë e Gjakovës në përgjithësi.
U promovua monografia më e re autorit dhe studiuesit Agim Jaka, një botim i rëndësishëm që i kushtohet historikut, figurave dhe zhvillimeve kulturore të qytetit të Gjakovës. Kjo vepër sjell një pasqyrë të gjerë mbi rrugtimin shoqëror e arsimor të qytetit, duke ruajtur kujtimet dhe faktet historike që kanë ndikuar në formësimin e identitetit kulturor gjakovar. Në hapje të aktivitetit, kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova, Rushdi Sefa, vlerësoi punën e palodhshme të profesorit Agim Jakës, ku theksoi edhe rëndësinë e këtij libri. Vetë Ballina fol mjaft për te. Do thotë, jemi themeluar në 2002-shin, kemi vazhdu me punu, me kontinuitet, jemi nalë në 2023-shin për ta përmbledh punën dhe aktivitetin e shoqatës në këtë libër. Dhe vazhdojmë atutje. Në kopertinë po thotë kështu. Vjetari 2023 është kujtesë gjallë dhe udhëfys i së ardhmës, duke lidhur fjalën, dijen dhe përkushtimin në një rrugtim të përbashkët qytetar e intelektual. Autori i këtij libri, ose profesor Agimi për ka që më thonë, jo, unë nuk kem autor, unë e kam përgatit vetëm, sido që të themi, ka punu me përkushtim me mujtan dhe kjo është ai produkti. Mes reshtash, autori Agim Jaka theksoi se ndonse vjetari mund të mos jetë aq interesant për ata që kanë qenë pjesë e ngjarjeve dhe takimeve të përfshira në të, ai do të ketë një vlerë të madhe për gjeneratat e ardhshme, të cilat do të njihen me historinë dhe zhvillimin intelektual të qytetit të Gjakovës. Vjetari për ne që kemi marrë pjesë aktive në përrime, në trojeza, në takimet të ndryshme, nuk është ndoshta aq interesant sa do të jetë interesant për gjeneratat, për historinë edhe për zhvillimin intelektual të qytetit të Gjakovës. Libri që vjetari është ndarë në 10 kapituj, kapitujt natyrisht hyrjen edhe parathënien, po një fillim kalendari i ngjarjeve që fillon vjetari, kalendari i ngjarjeve 2023 në tërë Kosovën, me të mirat edhe me sukseset edhe ndonjëherë edhe me dështimet. Në një kapitull të veçantë janë 4 mbledhje të shoqatës, e në paraqit në mënyrë të hollësishme në bazë të proces verbaleve që i runë në arkivin e vetë shoqata. Interesante, gjithashtu janë treza tematike të cilat janë organizuar në Gjakovë, duke filluar nga dita ndërkombëtare e arsimit që shënohet për çdo vit me 24 janar, pastaj me arsimin shqip në Kosovë në kushtet e okupimit 1990-99. Kemi pavarësia, negociatat dhe asociacioni e Kosovës. Ndërsa profesoresha Migena Arllati përgëzoi autorin për punën e përkushtuar dhe kontributin e dhënë në realizimin e këtij botimi. Unë profesor të përgëzoj për gjithë këtë rigorozitet me cilin e ke përpilu vjetarin. Me kaq pak kosa e pata në duar, parë se jeni tregu shumë mirë, do më thënë jeni tregu shumë efikas në mënyrën se si e keni seleksionu lëndën dhe me aq qartësi, me aq rigorozitet, na detyroni të ecim në një itinerar, një vjeçar, por në cilin ka shumë mund, shumë vullnet dhe shumë produktivitet. Ngjarja u mbyll me një diskutim të hapur mbi rëndësinë e dokumentimit të historisë lokale dhe vlerësimin e figurave që kanë dhënë kontribut të çmuar në jetën intelektuale e kulturore të qytetit. Profesor Pajazit Njushit, antar akademisë, Besim Bokshi. Duke filluar nga sot, skemës programore të televizionit Syri, i shtohet edhe emisioni Rinia, me autor Arsa Saraqini e Endi Zërdza, të rinjtë e Gjakovës dhe jo vetëm do të mund të mësojnë rreth shumë temave që i preokupojnë të rinjtë tanë.
skemës programore të televizionit Syrin nga kjo e diel do t'i shtohet edhe një emision i ri që në përmbajtje ka rinin. Arsa Saracini dhe Endi Xërxa bashkë do t'sjellin shumë tema interesante që lidhen me shqetësimet, ëndrat dhe energjinë e brezit të ri. Emisioni synon të trajtoj tema më aktuale që prekin jetën e të rinjëve, duke nisur nga arsimi dhe punësimi e deri te teknologjia, kreativiteti, aktivizmi dhe sfidat sociale. Çdo i ftuar në studio synon të inkurajojë mendimin kritik e kreativ të të rinjët, duke u bërë ura lidhëse mes brezit të ri dhe institucioneve, për të hapur debate të rëndësishme dhe duke sjellë perspektiva të cilat shumë shpesh mbeten në hije në media tradicionale. Dy të rinj tanë premtojnë se do të vendosin në qendër zërin e të rinjëve, duke treguar se ata jo vetëm që kanë çështje për të adresuar, por edhe ide të vlefshme që mund të kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë. Emisioni mban titullin Rinia dhe transmetohet çdo të diel nga ora 18. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me ne dhe programin ton. Mirëmbëjtje.